Bota po kalon një nga periudhat më të pasigurta të historisë moderne. Luftra, tensione gjeopolitike dhe kriza ekonomike po tronditin rendin global. The world is entering a new era of uncertainty. Wars, geopolitical tensions, and economic instability are reshaping the global order. Historia ekonomike na mëson një gjë të rëndësishme. Çdo luftë e madhe ndryshon strukturën e ekonomisë botërore. After every major conflict, the global economy reorganizes itself. New powers rise, old systems collapse. Ekonomia globale po ndahet gradualisht në disa bloqe të mëdha ekonomike. We are witnessing the formation of powerful economic blocs: the Western Alliance, the Eastern powers, and emerging global coalitions. Por historia tregon edhe diçka tjetër. Pas çdo periudhe konflikti lind një revolucion teknologjik. After periods of conflict, innovation explodes. Artificial intelligence, robotics, energy technologies, and space exploration will define the next global economy. Energjia do të jetë një nga fushat më të rëndësishme të konkurrencës globale. The battle for energy will shape the future of nations. Renewables, nuclear power, and strategic minerals will define the next century. Por çdo krizë krijon edhe mundësi të reja. For smaller countries and new economies, this transformation can become an opportunity. Historia e njerëzimit është historia e krizave dhe rilindjes. Human history is a cycle of destruction and rebirth. Pyetja nuk është nëse bota do të ndryshojë. The question is, who will be ready for the new world? Informohu, mendo, vepro. Stay informed, think free. Follow, subscribe, share.